Përshëndetje të nderuar shikues e ju adhurues të basketbollit, jemi në betejën e radhës ndërmjet Pejës dhe Trepçës, jemi mbartur tashmë në Karagash në Pejë, palestra e stërmbushur ashtu siç është pritur pas asaj paraqitje fenomenale të publikut në minatore. Edhe sonte presin spektakël nga tifozët pejan. Tashmë Trepça pas fitores së thellë në duelin e fundit hyn pak më relaksuar teksa ka marrë atë avantazhin prej 2-1, ndërsa do të shohim ma do të ketë forcë skuadra e Pejës të përgjigjet për të barazuar gjithçka. Edhe sonte kam deri dhe kënaqësinë të jem bashkë me kolegun tim Lirim Pecin, ndërsa do të jemi për të ju përcjellur emocionet e kësaj ndeshje fenomenale. Lirim, kënaqësi të jemi edhe sonte bashkë. Kënaqësia është tërësisht e imi, të nderuar shikues, ju përshëndes edhe unë, pra është vendosur seria gjysmë finale në Karagash, një ndeshje e cila për pak çaste do të filloj. Ambienti edhe këtu është jashtëzakonshëm njëjtë sikur se në minatorin në ndeshjen e kaluar dhe shpresojmë që të dyja skuadrat sonte na kënaqin me lojë dhe basketbol cilësor. Është radha e përbërjeve të dyja skuadrave. Peja ka në përbërje Lapin Ajdarin, Hasanajn, Shoshajn, Malen, Edwards, Berisha, kapiteni skuadrës, Williams Roth, Davis Brejsi e Sokol Nila, trajner Mikalis Kakiuzis. Në anën tjetër, skuadra e Trepçës dhe trajneri Adis Beqiraki luajnë me përbërjen e zakonshme kapiteni Anes Gashi, Gjakovi Pejna, Kelly Winning, Zach Henry, Batën Tuna, Eti Kaslani, Mikail Mushish, Dirjana Irizi, Sean Jones, Mustafa Hamzi, Datan Kapiti dhe Kenny Hasbrook. Lirim pavarësisht që me Kelly Winning trajneri Adis Beqiraki që pati një përplasje kogja të madhe dhe e dha një deklarat të fort, jo vetëm për të në fund të ndeshjes, por ishte një deklarat e fort për se cilën skuadër që duhet të ketë sukses gjithsesi, po e shohim sonte në formacion duke që edhe Winning e ka kuptuar mësimin nga gjithë ajo që ka ndodhur. Adis Beqiraki që është dëshmuar tashmë në basketbolin ton, tenton që të nxjerrë maksimumin nga lojtarët dhe sigurisht që pati një dozë nervoze në Winningun, por duket që gjithçka ka kaluar dhe është i gatshëm për këtë ballavaçim shumë të rëndësishëm për Trepçën dhe jo vetëm nga ana tjetër Peja e ka trenin e fundit, nëse arrin fitore do të shkojë ndeshja e kësaj serie në ndeshjen e 5, kështu që si të shkojë ndeshja e djeshme në mes të Borës dhe Bashkimit. Kështu që krejt që ka në pretur Tjana, besoj që do t'jetë një ndeshje e zjarrt. Ambientin po e shohim po në qytetin e Pejës, një mobilizim total për këtë përballje. Do të shohim sa do të ketë forcë skuadra e Pejës të përgjigjet pas dire mund të themi ati të Bakli që bësoj në duelin e fundit, 123 pikë të realizuara nga skuadra e Trepçës, dominim absolut, e bërësia shkoj edhe deri në plus
52 në të mirë të Mitrovicasve dhe definitivisht kjo tregon dominimin e skuadrës së Trepçës, por sonte të shohim para publikut të vet ekipi PS a do të ketë forcë të përgjigjet. Lirim 5 startuese, po besoj që nuk do të ketë ndryshime në asnjë anë. Peja do të startoj me Hajdarin, Berishën, Rotin, Davisin e Brejsin. Më duket që me këtë pashë Startoj edhe ndeshjen në Minatorin, ndërsa Trepça do të nisë ballavaqimin me Payne, Tmusic, Jones, Amzil e Hesbrook. Vetëm të Trepça po e shohim një ndryshim. Akili Winning nuk ka startuar sot, por Adis Beqirakic ka vendosur të starton me Gjekory Payne. Ta ndjekim himnin kombëtar. Rivalitet jashtëzakonshëm në mes të këtyre dy skuadrave që nga pas lufta e këtej, madje deri të nderuar shikues, para disa sezonesh këto dy skuadra u takuan edhe në play-off, pa investuar Peja në Minatorin, ndërsa e theksojmë edhe një herë, e kemi thonë disa herë që Trepça është favoriti i madh i këtij edicioni për titull të kampionit, mirë po. E ka ndalur në serinë e jashtëzakonshme të Mitrovicasve skuadra e PS matfitore në ndeshjen e kaluar në Karagaz, kështu që gjithçka është e mundshme. Pikërisht në duelin e fundit të midis këtyre dy skuadrave, Peja ishte ajo e cila ja shkaktoi humbjen Trepçës pas plot 21 fitoreve radhazi dhe do ta shohim a do ta ketë forcën e njëjtë. E kemi përmendur në duelin e fundit, Trepça e ka pasur lojtarin e 6 në krah, ndërsa sonte skuadra e Pejës e ka lojtarin e 6 në krah, pra është publiku që do të mundohet të japat forcën për të e vazhduar këtë seri fenomenale të këtyre gjysmëfinaleve. Ndërsa në anën tjetër e dim Lirim që është barazuar seria, po vazhdon dueli kokë më kokë ndërmjet Bashkimit dhe Borës. Nuk u dorëzua Bora, barazoi gjithçka në 2-2 dhe ndeshja e 5 do të jetë vendimtare. Do të shohim pas 40 minutave a do të jetë histori e njëjtë edhe në këtë përballje. Zonë dhe zotëri, gjithçka është gati për të nisur spektaklin në Karagaz, për të nisur një nga klasiket më të mëdha të basketbollit ton. Peja, Trepça, të parët në aksion janë vendasit. Prejsi përballë ka Gjekory Paynein, Rod. Shkon atje dhe Dardan Berisha, Rod. Dardan Berisha. Hesbrook mundohet që të ndajnë, Dardan Berisha shkon deri në fund me tabel, nuk arrin që të realizojnë lufton. Rod, Dardan Berisha sërish, insistojnë Pejanë, tentimi s'ka shënim. Ja ta ne po shohim atë gjuajtje. Nuk arriti që të realizoj. 3 tentime të Pejanëve. Davis, disa tentime. Aksioni i mysafirëve, Hesbrook. Mikhail Tmusic. Mustafa Amzil. Amzil tenton nga distanca, airball. Gjuajtje shumë e dobët. E më shohim edhe reagimin e Beqirakicit. Tentoi të tërhiqet prapa për një gjuajtje duke ju larguar Logan Routit. E dim që është goxha problem para tij të realizojnë, por nuk shkoi kjo gjuajtje e Mustafa Amzil. Brejse. Brejse ka ndërhyrje të parajgullt në Davis nga Mustafa Amzil. Të topin e loj, Arti Hajdari për shumë edhe njerë momentin e fundit të Amzilit. Brejse. Kishte nisur shumë mirë duelin ndaj Trepçës në ndeshjen e kaluar. Brejse njëjtë sikur se Dardan Berisha, mirë, po më pas gjërat nuk shkuan siç duhet tek skuadra pejane. Funksionoi gjithçka deri në fund te skuadra Mitrovicase. Plan të parë Arti Hajdari.
Brejsi. Brejsi. Tentimi është nga Davis. 3-3. Shojmë nga pozita qëndrore, rriti që të realizoj vitën e parë në ndeshje. I realizon Peja. Në aksion Trepqa. Music. Mustafa Amzil. Gjekori Pejn të ekran televizije bukën e ti. Tenton dhe shënon. Është 2 pikësh nga Gjekori Pejn. Jenë nga më të mirët e duelit të kaluar. Mirë, po duhet të kësuar që në atë përballjen është filluar dominatori Shkëlqeu. Drillon Ajrizje, cili pati super paraqitje. Arti Hajdari. Arti Hajdari. Provon atje, nuk ka pik. Topi përmundon të Esbrok. Esbrok shkon deri në fund dhe ka ndërhyrje të palejueshme. Arti Hajdari ngrit dorën lart me shumë sportivitet e pranon foldin e shkaktuar. Një nisje e duelit Ulpiana me gabimin nga të dyja skuadrat. Përshojmë, vetëm 6 pikë janë realizuar. Normalisht një start më i ngadalshëm nga të dyja skuadrat, duke i lexuar lojën e njëra tjetrës në këto minutat e para. Shohim se si i kanë përgatitur skuadrat për të përgjigjur njëri tjetrit trajnerët Beqiragic dhe Kakiusis. Esbrok realizon me shumë përvojë, është lojtar që edhe në ndeshje të këtij niveli nuk është se i dridhë dora në tentimet nga vija gjuajtjeve të lira. Davis, lojtari që realizoi treshën më herët që ishin pikët e para të Pejës. Arti Hajdari provon nga distanca. Treshë e Hajdarit. 2-3 pikësha të vendosve. E sonte, po e shohim më të koncentruar dhe më të motivuar skuadrën e Pejës. Amzil, pasivi për Esbrok. Merr topin Hajdari. Faul jo sportiv i Gjekori Pejn. Gjekori Pejn ka vonë. Kujtoj të ndëruar shikuese, këtë duel janë duke drejtuar gjyqtarët Ademir Zurapovic, Sava Cetkovic dhe Gjelal Mumini. Nërsa e pam faullin jo sportiv të Gjekori Pejn ndaj Brejsit, e ndali e kapi nga trapa dhe e ndali të mos shkëputët që kanë përpara në kundërshtull. Me këtë rast gjyqtari Zurapovic e përcjelli edhe ishte pranë aty, nuk i iku ky rast. Faulli jo sportiv i jep gjuajtjet e lira Brejsit si edhe pronësinë e topit skuadrës së Pejës që tashmë e ka krijuar një epërsi të lehtë. Me njerë zëvendësoi Pejnin në Beqiragic që në vendin e tij është Akili Vining. Po në vjen e gjuajtjeve të lira Brejsi që ka bërë në tentimin e parë. E zëvendësoi i lirim pasi që me njerë u ngarkua me personal në dytë Gjekori Pejn. Kjo ishte personalja e tij e dytë dhe normalisht Beqiragic që uli për ta ruajtur dhe që të mos ngarkohet edhe më tepër, pavarësisht ndoshta nuk shihet shumë. Gjekori Pejn është ndër shtyllat e skuadrës së Trepçës pas një dyshim. Davis. Arti Hajdari në pozitë të lirë. Realizon 3 pikësh. 10-4 rezultate. Start fenomenal i Pejës me treshët e tyre. Topi do vazhdoj të jetë për Mitrovicasit. Ndërsa edhe shumë aktiv po i shohim në këto minutat e para në mbrojtje, shumë të lëvizshëm, nuk po shkojnë lehtë pasimet e Mitrovicasve. Rikthen topin e lojë Mikailet Vusic, Akili Vining. Keri Esbrok. Keri Esbrok për Akili Vining. Çfarë pasivi atje, çfarë asistimi. Jo, ka gabuar në hapa. Mirë po, gabim në hapa thotë gjyqtari. Gjyqtari Zurapovic po i shet disa detaje të vogla, ndërsa ky ishte momente. Po. Ne nuk e pam këtu. Nuk e pam, gjyqtari është i gjyqtarit. E ka parë. Po. Nisa të Brejsi, deri në fund shkon dhe realizon me gabim personal.
Efikasitet jashtëzakonshëm i pejanëve në këtë start të ballavaçimit. Normalisht nuk kanë se çka të humbin në sonte, do ta japin edhe atomin e fundit të tyre pejanët. Është një ndeshje fitose, shkon në shtëpi. Kështu që po mundohen maksimalisht i kontrollojnë këto minutat e para. Megjithatë, Lirim duhet të theksoj patjetër, edhe në dy duelet e para Peja e ka nisur më mirë takimin, por më pas Trepça është kthyer në rezultat duke marrë kontrollin. Të shohim a do të rrjedhë edhe një herë në atë mënyrë. Gaboj nga vjeçujtë dhe lira Brejsi, Rotu dërguaj vëmendshëm, ja tani në pozitë të lirë, Davis dobet Gjuan, kap topin Jones. Pati personale duke nga Logan Rout. Ndërhyrje të barrehullt. Dëmbëdhjet me 4 rezultatin, 6-24 lojë mbetur në çerekun e parë. Akili Winning. Akili Winning. Ja, pasimi gabuar niset Dardan Berisha që shkon deri në fund dhe realizon. E përmenda pikërisht këtë, shumë aktiv lojtarët e Pejës në mbrojtje, të gjithë pesja, po e shohim të koncentruar në çdo cep. Në një moment po e shohim e di mirë që Dardan Berisha goxha kursehet në mbrojtje në shumicën e rasteve, ndërsa po e shohim edhe kapitenin si lider edhe në mbrojtje sonte. Ishte mjaft aktiv edhe në rastet paraprake, teksa edhe me këtë top të vjedhur dhe me këto pikë e shkëput skuadrën e Pejës në +10 për një start perfekt. E kanë dalur në vetëm 4 pikë Trepçën dhe kjo është falë mbrojtjes shumë aktive dhe më të koncentruar të skuadrës së Pejës. Ashtu si që thava Olimpiana, fokusi është maksimal në mbrojtjen nga pejanët, pra avantazh për +10 pikësh nga vendasit. Shumë aksionet e uqura nga Mitrovicasit. Efikase dhe Ardi Hajdari që realizoi 2-3 pikësha. Gjithsesi start ideale pejanëve. Vojse për 4 minuta lojë, 14 pikë të realizuara, ndërsa e kanë ndalur Trepçën me vetëm 4 pikë. E po në një moment edhe Adis Beqiragiqin, i cili nuk duket edhe shumë nervoz, mirë, po është duke ja tani në pamje të parë me një regjia e fokuson në dalje. Vjen me njerë tentimi për Treshë. Tentim, 3 pikësh i realizuar. Në fund funksionon snajperi Mitrovicas. 14-7. Një hapësirë të vogël Kenny Hesbrook. Aksioni në tjetër mirë, po i pandalshëm është Brejse. Atë që e ka bërë në 2 ndeshjet e para, shpërthyes në depërtimet e tij. Takuan Brejse në shumicën e rasteve Lirim gjatë këtyre depërtimeve e ka faull kosh. Edhe një qojtje lirë për ta, thjesht është duke dëshmuar që bëhet fjalë për një lojtar të niveli shumë të lartë. Henry e Hajrizi janë loj tani. Drilën Hajrizi që shkëlqeu në duelin e kaluar në Minatori. Luajti ndoshta më pak se gjysma skuadrës, mirë, po realizoi më së shumë tipik dhe ishte lojtari ndeshjes. Brejse realizon. Brejse i cili rikthehet edhe një herë përsi japre 10 pikëve. Është në kotën e 7 pikëve. Ja për shohim këtë ndërhyrje. Pati faull jo sportiv. Duket që ishte Logan Rout. Edhe një herë. Shohim edhe një herë. Ky ishte momenti i faullit jo sportiv. Po. Ndërsa edhe një gjyqtari Ademir Zorapovic, faulli i dytë jo sportiv sonte pas atij të Jackery Payne, tashmë edhe në anën tjetër për Logan Rout. Drillo Hajrizi do t'jetë në vjenën quajtjeve të lira. +10 sërish për
vendosit 17-7 pas 35 e mbetur në çerepën e parë. Lona Rize sa po i kuadruar në lojë. Lirim edhe për gjyqtarin ndoshta të shtoj diçka që është nominuar në Final Four-ën e Basketball Champions League që do të bëhet javën tjetër në Spanjë. Gjyqtari Ademir Zurapovic dhe kjo tregon se çfarë kualiteti ka, s'mund të tenton të mban në kontroll çdo element të lojës, të shohim a do të arrijnë deri në fund të shkojnë të mos i ikin gjërat nga syt. Dyeri sak nga vjetë quajti u dëlira drilën e risje dhe topi do të vazhdoj të jetë për Mitrovicasit. Akili Vining. Depërtimi të jarin që të realizoj. Fenomenal edhe Vining. Pati hapësirën bukur e vrejti duke shkuar deri në fund, ishte e pa mundur që të dalej Brejsi. Një Brejsi për 3 është quajtja, s'ka shënem, Rot dhe Arti Ajdari merr topin, Davis insiston dhe realizon. 2 kërcime në sulme edhe njerë të Pejanove. Kjo po besoj që nuk është duke i pëlqyer trajnerit Adis Beqiraki, që nuk po e mbyllin mirë koshin lojtarët e tij, teksa nga rastet e dyta dhe treta po realizojnë verdhës e njët. Atone Jones për Kenny, Kesbro, dobat, airball, jetë si kurse ka Mustafa Mzili me startuar për lavashime. Musqesh atje, do shta nuk mund të mësoj pasi është një lojtar mjaft e efikas, që li ka përgjigje të lartë në quajtje për 3. Mirë, po edhe lojtarëve me shumë përvojë ndodh kjo Olbiana, e deti shumë mirë. Normalisht të sidomos Lirim sonde që përshohim e përmenda disa herë, një mbrojtje fantastike të skuadrës së Pejës, problem të krijohen gjithë hapësirat për të tentuar lehtë. Edwards. Tashmë mbrojtje e mirë Sean Jonesit dhe skuadrës së Trepçës. Po pra, të shojmë. Ndërsa shini duelin në kosh, tension ndërmjet Rinjana Irizit dhe Dejon Davis. Do të tjetë për Mitrovica si do djerë për shojmë. Edhe vjeshtë Rot e pati një duel me Dreloni, tani edhe Davis. Në është i kuadruar snajperisi i ri Mitrovica, Zdartan Kapiti. Shuteri më i ri në vend. Po pra. Akili Vining. Sekendri për 3 Gjuan, s'ka shënem. Merr topin Brejsi. 19 me 11 rezultate. Edhe njerë Brejsi. Ndjekje dhe ti është Akili Vining. Brejsi deri në fund shkon. Përshuajnë fatin anën e Edwards i cili realizon. Plus 10 sërish për Pejanët, 21 me 11. Akili Vining në anën tjetër. Treshe me Tampil. Akili Vining e cili është në kotën e 5 pikve. Vetëm treshja e dytë Trepçës në ndeshje. Davis Gjuan dhe shënim me gabim personal. Momentalisht gjithë shka është duke funksionuar të Peja Olbiana, efikasitet i lartë në fazën e sulmit. Lirim të motivuar janë definitivisht dhe kjo ndodhë në ndeshjet kur nuk ke çka të humbësh, hynë me 100% e mos më tepër koncentrim dhe këtë po e bën edhe skuadra e Pejës që është duke mbajtur avantazhin në këtë çerek të parë, sa do që Trepçën po e shohim që po tenton të rikthehet në rezultat. Edhe njerë kthehet dëpërsia prej 10 pikëve për 24 me 14. Realizoje atë quajtje të lirë. Davis e lojë është i kuadruar Williams.
24-14. Kenny Esbrook. Esbrook kapiti. Ja po shohim këtë gjojtje për 3. S'ka shënim tomin atje për vendasit. Visët Brejse. Gjithnjë Brejse dhe e blokon Dardan Kapiti. Mirë po, është ndërhyrje pa lejueshme. Ta shohim edhe njerë. Është personale e Dardan Kapitit, protestoj, nuk e shumë shpesh të proteston Dardan Kapitin, është bëgjaj kujdesshëm, por pretendoj që ishte një blokade pastër, megjithatë gjyqtarët nuk mendojnë kështu. 2 lira për Brejsin. Brejsi që realizon tentimin e parë, është në kuotën e 7 pikve. 5-3 është nga vija Gjojtë të lira, merë topin dhe realizon 2 pikësh. Asgjë nuk po funksionon mbrojtjen Mitrovicase. Lirim desha të ndërlidhem në atë që e thash më parë, është kërcimi i 8 në sulm i skuadrës së Pejës dhe kjo po e bën diferencën definitivisht. Atëri Sekendri shënon 27-16 rezultati. Zabala. Williams. Pasime në thellësi. Nuk kuptohet aty me Cesar Edwardsin. Edwardsin. Gjithsesi mirë u mbyll, nuk arriti të shka në atë backdoor, siç e quajmë në termin e basketbollit. Nisët përpara për të liruar nga mbrojtja. Nisët të Akili Vining. Volti Mala Vining. Akili Vining. Gabon mbrojtje mire Musamala, si cili nisët në kundërsulm. Musamala, ja tani gjojtja. S'ka shënim, topin përmundonte Sekendri. Ja ku është Akili Vining që ndalë në mënyrë të palejueshme. Edhe njerë Ure mori topin. Ndërsa e kërkoj vetë kontaktin aty me Cecil Williamsin për të fituar edhe personalen. Akili Vining, lojtari që nuk ishte në peshën statuese, mirë po i ka të realizuara 5 pik. Kene dhe 6. Sërish plus 10 për Pejanët. Plus 13 ishte avantajë më i lartë i PS. Deri tash Vining i saktë të 2 gjojtjet. Brejse, Dardan Berisha, çfarë asistime atje për Brejsen. Edhe njerë përshojmë super aksionin e Pejanëve. Sekendri në anën tjetër realizon. Pak hapësirë po i duhet edhe Henry të përgjigjet në këto momente. 29-21, plus 8 për vendasit. Tani William Jones ka shënim kërcim në mbrojtjen nga Drilon Ajnisi. Sekendri, Dardan Kapiti. 29-23, plus 6 për Pejan. Po e shojmë gradualisht tashmë tripçën të e shkrien rezultatin e përcia më e thellë shkoj edhe në plus 13. Dardan Berisha s'ka shënim. Williams, ka ndërhyrje të palejueshme. Edhe një tjetër kërcim në sulm, definitivisht ndër elementet kyçe të kësaj ndeshje janë kërcimet në sulm të Pejës. 13 kërcime në tërësi, 9 i kanë marrë në sulm që ose janë dalur në pas me faul, ose i kanë realizuar nga rastet e dyta, me qras edhe u kriua e përsia. Në këtë rast, 2 lira për Cecil Williams. 13 ishte avantajë më i lartë i Pejës. 30 me 23. 43 sekonda, 60 të qintat.
Lojë mbetur në çerekun e parë. Topi përfundon të Tmusic, Williams I pasakt nga vjeç William Dëlira. Akili Vining. Akili Vining Jones, ka shënim. Por atje të parë topin Kajrisi, mirë po. Tjetë aksion tjetër I pejanve, Musa Mala, Edwards. Tentimiti, bukur atje në big kapitin Gjuan. Edwards është në kotën e 4 pikve. Qasët e fundit nga çerekun e parë. Pati personale nga Cesar Edwards ndaj Dardan Kapitit. Teksa e shohim kapitenin Dardan Berisha që I tha nuk ishte as pak të nevojshme kjo personale. Do të kemi time-out I rem 6.9 para se të përfundojnë çereku I parë. 32-23 e pati startin shumë të mirë, Peja e vazhdoi lojën e mirë. Deri në këtë finish të çerekut e parë pati shumë probleme me të filluar ballavaqimi. Skuadra Mitrovica se theksoi dhe Olbjana më herët. Problemet e theksuara ishin në mbrojtje ku pejanët patën shumë kërcime dhe si rrjedhoi atyre kërcimeve erdhi deri tek përsia prej 13 pikëve dhe ky avantazh që vazhdon të jetë në favorin e pejanëve. Po I shohim në tërësi 14 kërcime të skuadrës së Pejës, ndërsa vetëm 5 I ka marrë Teripça, teksa kjo është ndër ato pikat kyçe të këtij çereku të parë. Gjithsesi po mundohet skuadra e Teripçës të përgjigjet, ndërsa do shohim me çfarë rezultati do të përfundojnë në 10 minutë I parë. Do ta kemi Dardan Kapitin tashmë në vjen e gjuajtjes së lirë, të dyja skuadrat në bonus. Dhe me këtë rast do të jenë 2 të lira për Kapitin. Dardan Kapiti I cili në kohët e fundit është duke qelluar shpesher nga distanca I pati 2 shënime për 3 në finishin e ballavaqimit të kaluar, tani realizon në quajtjen e parë të lirë. Pika e tretë Kapitit ka një kërcim. E herën e dytë nuk realizon 32 me 24 çastet e fundit të çerekut e parë. Brejsi, pasimi atje për Edwards, mirë po, du mbyllën 10 minutë I pari ballavaqimit. Më mirë pati të përfundon vetë aksionin me gjithatë zgjedhit e gjen Cesar Edwardsin I cili mbeti me top në duar. Gjithsesi një çerek I pari dominuar nga skuadra e Pejës. Shkojmë me pak marketing për të rikthyer pas me çerekun e dytë. Breull t'i kisha pas pare. Po mëre, me për kredit më nëshmi pas për 3 minuta. Ama telefonin? Qeku I ki 10.000 euro. Kredi jo e shpejt, po te për e shpejt. Bashku hiq bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro. Pare dalin sekund. Banka për kredit, sa ma shpejt për ty. Siguroje jetën në Illyria Life. Në çerekun e parë, lojtari që realizoi më së shumë tipik ishte Brejsi, gjithsejt 11 më efikase të Peja dhe jo vetëm. Dorësa me 8 pikë luajti Davis, 6 I realizoi Arti Hajdari, 2 treshe të një pasjeshme të Arti Hajdarit. Në anën tjetër të Teripça 7 pikë ka Akili Viningu, 5 të tjera se Kenri atë sa ka realizuar edhe Kenny Kesbrook. Pari do të startoj çereku I dytë.
Fillon 10 minutë i dyti ballavazhimit aksionit të tjeti Drepçës. Akili Vining. Përbalti Musa Mala. Kapiti, Akili Vining. Akili Vining për Dordan. Kapitin! Super aksioni mysafirve. 32 me 26. Ngushton diferencën e pikve në 60 Drepça mirë po shojnë Edwards. Realizon. U shqytuar maksimalisht. Tjetër super asistent të Dardan Berishës. Është asistimi dytë i jashtëzakonshëm i tij. Që e nxjerr njërin nga bashkëlojtarët plotësisht të lirë. 34 me 26. Sekendri. Mikailet Music që vazhdon që quaj nga distanca, realizon 2 pikësh. Sa lehtë depërton Mikailet Music për të realizuar. E janë pikët e para të tij në ndeshje. Williams. Tentimi i tij s'ka shërim. Është dorëria pa rregullt në të Musicin nga Edwards. Është fauli i dytë për Edwardsin. Një nga problemet që përcjellin Cesar Edwardsin, me të vërtetë një lojtar shumë kualitativ, por nuk është i kujdesshëm në personalet që i shkakton. E ka përcjellur ky problem pothuaj në të gjitha ndeshjet. Pikërisht edhe më parë ishte një personale pa nevojshme, edhe në këtë rast gabon Edwards teksa sheni presionin. Kanë duke munduar që të mbulojnë drillën e risin në çdo moment lojtarët të Pejanit dinë shumë mirë se nga vjen rreziku. Brejse. Williams. Jethja Williams. Musa Mala, tentimi është për 3, nuk ka shërim. Topi përmundon te Mikailet Music. Ja tani kapiti. Edhe në këtë ndeshje Dardan Kapiti si infuzion për Drepçën nga banka rezerv. Një lojtar i cili gjithnjë kur po futet në lojë po ja jep atë energjinë në skuadrës së Drepçës. Shumë pa gabime ka bërë në të gjitha duelet. Ka kontribuar me pikë, ka kontribuar me kërcime, ndërsa edhe sonte po vazhdoi me një performancë fantastike. Mbrojtje mirë Edwards, mbrojtje mirë Drepçës, Sekendri. Dordan! Kapitin! Super golitja ti! Vetëm 6 minuta lojë të Dardan Kapiti dhe tashmë e ka qelluar pikën e tij të 9-4-4 nga loja. Nuk ka gabuar asnjëherë. Fenomenal dhe afrohet në vetëm 2 rezultate. 34 me 32. Davis, Joan s'ka shënim. Topi përfundon të drillën e risë. Shumë të vëmendshëm tashmë skuadra e Drepçës. Sekendri për 3 Joan. Fantastik! Me këtë shërim Sekendri u nis u ndal për të realizuar nga distanca. E merr tashmë avantazhin skuadra e Drepçës. 34 me 35 në vazhdimsi në ndegjet e rezultatit Mitrovica, si të arritën që të shkrinë atë avantazhin e vendasve prej plus 13 pikësh dhe ja tani ka në përsi në plus 1. Fenomenal, definitivisht Dardan Kapiti që ullë për të pushuar tashmë. Mikailet Music, nuk shkon topi te Jones. Brejse. Arti Ajdarit, tenton dhe shtreshë ti e treta.
Arti Hajdari është në remenconte. 37-35, sërish plus 2 për Vendosit. Akili Vining, Gjuan Shënon. Kërkon edhe ndërhyrjet pa lejueshme mirë, po nuk janë të ati mendimi gjyqtarët. Prejse. Gjithçka tashmë Baras. Pasimi është i gabuar. 37-37, gjithçka e barabartë. Topi 5 i humbur i skuadrës Pejës, teksa në anën tjetër 6 topat i humbur i ka Trepça. Tashmë nivelohet gjithçka. Dhe pikërisht mbyllja më e mirë e Kushit, Akili Vining. ndikoj që Trepça të barazon gjithçka. Ja, Tani Jones nga gjysmë distanca realizon. 37-39 rezultati, sërish 2+ për zethtarët. Gasë për të rikthyer në lojë Gjekori Payne. Davis. Edwards. Tjetër gabimi vendosve. Ulpiona shumë gabime tani të loja e Pejës. Në pasime, në aksione. Nuk është më në ritmin që kishte në fillim të duelit skuadra vendose. Shumë më të koncentruar po i shohim lojtarë të Trepçës në Gëqerek, teksa do të kemi rishikim të rastit fundit. Atër pas rishikimit rastit e pam që e ka devijuar Top Sean Jonesi, challenge i kërkuar nga banka e skuadrës Pejës dhe challenge i suksesshëm i trajnerit Kakjusis ishte pranë dhe trajnerit Kakjusis e ka vrejtur këtë gjë me atë rast të kërkoj edhe challenge. Aksioni Pejës. Arti Hajdari. Arti Hajdari, deportohet e provon. Nuk arriti që të realizoj. Topi do tjetë për Trepçën. 5 minuta 32 sekunda, lojë mbetur në pjesën e parë. Përfunduan pra 24 sekundat, në fakt 8 sekundat e mbetur atë aksionit të skuadrës Pejës pas atij auti. Mbrojtje e mirë duhet theksuar nga Mikajlet Mushić. Ja përshojmë, Mikajlet Mushić nuk realizon Jones. I vëmendshëm, nuk ka shënim kërcim në mbrojtje nga Edwards. Nisët Brejse. Gjithë një Brejse e krijon hapësirën. Ka ndërhyrje pa lejueshme. Ja shohim edhe njerë. Ishte i vendosur që të shkoj deri në fund. Njerëm në duelin e dytë këtu në Pej, trajneri Adis Beqiragić pas ndeshjes është shprehur që duhet të kemi kujdes në këto mbrojtjet 1-1, pikërisht në këto deportimet e Brejsit, dhe kjo ka qenë tër pikat kyçe të fitores së Pejës në atë duel. Ndërsa edhe sonte po e shohim që në duelet 1-1 Brejsi po e shpërtan mbrojtjen e skuadrës Trepçës, po shkon deri në fund dhe është, nëse nuk gaboj, është njëra e tretë që realizon faull kosh. Edhe do ta ketë një gjuajtje të lirë. Dhe kjo deri më tash nuk po funksionon mirë te Trepça. Edhe një barasim tjetër me herë, po e rikthon avantazh Pejën Brejsi në atë realizim nga vija gjuajtjeve të lira. Nisët Gjekori Payne. Hajrise.
Ka ndërhyrje të parregullt. Folli është e Arti Hajdarit. Personalja dytë për të. Me Gjekori Pejnë. Sekendri, lëvizje mirë ti provon Sekendri. Tjetër treshe e ti është e treta 100% efikas. Dhe lëvizja mashtruese ishte perfekte. E kërkoj hapësirën e gjetje dhe sigurisht që më pas tentoj për të realizuar 3 pikësh. Tashmë është lojtari i parë me pikë shifrore tek Trepça Sekendri. Dardan Berisha nuk ka shën e mirë pas ndërhyrje pa lejueshme. 40-42. Kujtoj të ndëruar shikoj se Qereku i parë përfundoi 32-24. Një rikthim i madh i Mitrovicasve në Qerekun e dytë. Rezultati momental i këtij Qereku është 18 me 8, 10 pikë më shumë i ka realizuar skuadra mysafire. Dardan Berisha. Është në kotën e 4 pikëve. Është duar 2 përcime, 2 asistime dhe ka vjedhur një top. Esbrok. Drelona i risi gjuan për 3, s'ka shënim. Lërtomin Brejse. Gjithnjë Brejse, Arti Hajdari, Dardan Berisha i lirë krejtësisht, nuk ka shënim. Topi e merë Sekendri. Sekendri sumë lëvizje e ti, Sekendri shkone 2 hapësh. Shojmë. Topi i takon Pejës. Mbrojtje e mirë, tashmë e Pejanove. Shëni Dardan Berisha ja hoqi topin nga duart Henrit, edhe pse pretendojnë që e ka goditur në dorë, por gjyqtarët nuk mendojnë kështu, nësa e pam topi përfundoi jashtë nga këmba e Sekendrit. Brejse. Dardan Berisha, Brejse edhe njerë. Edhe një parazim tjetër, 42-42 kësaj radhe. Dardan Berisha shkon deri në fund për të realizuar. 44-42. Gjekori Pejnë. Sekendri. Sekendri, blokada të Davisit parabrakisht. Ishte ndërhyrje pa rregullt. Njerë depërtimi Sekendrit, sa faulli ishte nga Dardan Berisha. Dardan Berisha që shkakton në personalin e parë. E sakt. Sekendri në zgjuajtjen e parë të lirë. Lirem nuk ka gabuar në asnjë gjuajtje deri më tash. 4-4 nga loja, 3-3 për treshe, një tentim nga gjuajtja për dyshe dhe e prish nga gjuajtjet e lira. Është në kotën e 12 pikëve tani Sekendri. 44-43, një pikë avantazh për vendasit. Brejse. Brejse tenton skashën e luftë për top. Davis nuk pati hapësirë. Pason tek Sekendri, Esbrok. Gjithnjë Esbrok lirohet par mrekulli dhe realizon 44-45. Çfarë rivaliteti. E kështu edhe ka i lirim kësaj ndeshje, jo sikur sa ajo ndeshje që e pam në Mitrovic. Qojmë tjetër gabim i Pejanve. Dhe desha të ndërlidhem edhe me intervistën e Adis Beqiragici që pas ndeshjes që tha pavarësisht e bërësisë të thellë, ky nuk është rezultati real i kualitetit të këtyre dy skuadrave. E kemi parë që Peja u dorëzua shumë më herë dhe Trepça e krijoi atë shkëputje në rezultat, kurse sonte po shohim një super ndeshje të niveluar.
Gjekori Pejnë. Ajrize. Kenny Esbrook, Gjekori Pejnë. Zek Henry, provon i padalshëm është. Zek Henry. 4-4 për treshe, nuk 100% efikas. tin të gabon sonte lideri skuadrës së Trepçës, Zek Henry. 15 pikë të realizuara. 44-48 rezultate. Arti Ajdari nuk ka pikë. Nisën Gjekori Pejnë. Gjekori Pejnë për Kenny Esbrook. 44 me 51. Çfarë ndeshje, çfarë i kthimi e Trepçës të nderuar shikues. E shohim Adis Beqiragicin duke mbajtur kokën, por skuadra e tij po funksionon në çerekun e dytë. I ka përmirësuar të gjitha gabimet e Nuk ishte çerekut të parë, ndërsa e pama quajtje paraprake mund të jetë diskutabile, edhe pse nuk na takon neve të e vlerësojmë këtë gjë. Janë specialistët e kësaj pune këtu. Megjithatë, e din ata më mirë. Gjithsesi 44-51 tashmë është edhe shkëputja më e thellë e skuadrës Trepçës sonte, që po funksionon shumë më mirë në çerekun e dytë. Po e shohim një çerek i parë i dominuar nga Peja, që i realizoi hiç më pak se 32 pikë. Tashmë mbrojtja e Trepçës po funksionon shumë më mirë, ka ndalur Peja në vetëm 12 pikë. E në anën tjetër po vinë edhe ato sulmet kundër sulmet dhe hapësirat po i shfrytëzojnë më shpejt, duke realizuar për tashmë për ta marrë edhe avantazhin. Plot 27 pikë ka qelluar skuadra e Trepçës deri më tash, kur janë edhe 1 minutë e 59 sekonda deri në përfundim të çerekut. shumë pak pikë të realizuara nga Peja, që do thotë se nuk është duke funksionuar siç duhet shuti në fakt. E lojtari më efikas të Trepça është Zek Henry me 15 pikë të realizuara. 10 i ka shtuar Esbrook, që në 2 pra janë të vetmi që janë duke luajtur me pikë të shifrore. Në anën tjetër të Peja Brejsi 14 pikë, 9 i ka Ajdari e 6 nga 6 i kanë shënuar Dardan Berisha e Edwards. Brejsi. Davis, duelit i me Drillon Ajrisen. Realizon Davis, 10 pikë. Bëhet lojtari 2 me pikë të shifrore të Pejanët. 46 me 51. Kenny Esbrook. Ja, po shohim tani Johnson, çfarë ndërhyrje! E të duket se ishte Faul, e palejueshme. ndërsa pasimi i Kenny Esbrookut ishte shene mjaft bukur. E gjeti Sean Johnson. Kenny Esbrook. Ndalet me faul. Kenny Esbrook nga pozita qendrore realizon 3 pikësh. E sonte edhe Esbrook është duke funksionuar shumë më mirë. Pika e 13 e tij. 3 treshet realizuara. Mbrojtje e mirë tashmë edhe Gjekori Pejnë e nis Trepçën përpara. Akili Vining për Jones, i cili shënon. Çfarë përmbysje në rezultat. E tani janë duke realizuar Mitrovicasit. Plus Nga çdo zhvojtje që janë duke bërë. ishte Peja dhe plus 10 tashmë është Trepça, kur kemi hyrë në minutën e fundit të çerekut të dytë. Çerek i dytë katastrofal për Pejanët. 14 pikë, 32 i ka realizuar Trepça. Teksa gjatë çerekut të parë e ceka pikërisht këtë, që në 2 duelet e para Peja ka qenë ajo që ka nisur më mirë ndeshjen, e ka kontrolluar, por e kemi parë rikthimin e Trepçës. E njëjta është duke ndodhur edhe sonte, por do të shohim Peja do të mundohet tashmë të përgjigjet. Jemi vetëm në sekondat e fundit të çerekut të dytë dhe pjesës së parë. Do të kenë kohë për pushim. E kanë vetëm në një pjesë të dytë që e ceka në fillim. Ose 200% që nëse do të shkojnë në shtëpi. Do të shohim ma do të kenë forcë Pejanët të kthehen edhe një herë. Për shumë të temtim më tope do t'jetë për Trepça, shumë gabime të Pejanët, që ka është duke i kushtuar kësaj skuadre. Kalojnë sekondat
për të rikthyer ato 5 sekondat për të rikthyer topin në lojë dhe e pa mbrojtjen e Çelik të Trepçës që nuk arritën asnjërin nga lojtarët e PES të lirohen. Do të kemi timeout gjithsesi para se të vazhdojmë me 36.3 sa kanë mbetur deri 36 sekonda 30% atë lojë mbetur në pjesën e parë. Kujtoj edhe njerë të ndëruar shikuese tek Bea 14 pike ka Brejsi, i cili ka shtuar në 2 kërcime, 4 asistime, 10 pike ka Davis, i cili ka kontribuar me 3 kërcime, 1 asistim, në anën tjetër te Mitrovica set, Zach Henry 15 pike prej tyre 4 treshën nga paqen e time. 13 pikë të tjera i ka realizuar Kenny Esbrook, i cili ka kontribuar edhe me 3 pikë, 8 treshe në përgjithësi për Mitrovica, se 4 më pak, pra 4 i kanë realizuar bejanët. Sa po i shohim 2 më të mirë, Darko Brejsi me 14 pikë dhe Zach Henry me 15 tek Trepça, aty janë më të mirët, por e kemi parë skuadrën e Trepçës ku në krah të Zach Henryt është duke qëndruar përpos Kenny Esbrookut që i ka 13 pikë pra lirim edhe Dardan Kapiti. 6 minuta 27 sekonda i ka pasur lojë dhe Dardan Kapitin e kemi parë me 9.44 nga loja. Pikërisht ishte ai vendimtari që ja dha atë shtytjen Trepçës që e filloi rikthimin në rezultat. Edhe Akili Vinin ka 9 pikë të realizuar, lojtare që po i prin aksionit të radhës Trepçës. Drilon Airisi, ndryrja është e paligjshme Davisit. Davisi i cili ngarkohet me faulin numër 3. Ky është një problem për ekipin e PES, pasi tash edhe Dejon Davis edhe Logan Routh, që të dy lojtarët shtatlart janë ngarkuar me nga 3 personale dhe jemi vetëm në sekundat e fundit të pjesës së parë, është edhe pjesa e dytë. Duhet në pjesën e dytë të kursehen në mbrojtje kjo dyshet. Te ky fakt, Ulkana në siguri lojtarët e Trepçës do të tentojnë që të luajnë sa më afër këtyre dy lojtarëve për t'i ngarkuar edhe më shumë personale, çka do të ishte një problem shumë i madh për bejanët. Brejsi. Brejsi, Davis, shkon deri në fund, nuk ka pikë. Shohim nëse do të përfundon me shënim ky aksioni i fundit i pjesës së parë. Mirë po, jo mbyllën 20 minutat e para të këtij takimi. Nuk ishte Dardan Kapiti aty për ta qelluar treshën e largët. Gjithsesi përfundon 46 me 58. Një përmbysje fenomenale e skuadrës së Trepçës e tregon forcën e ekipit Mitrovicas në çerekun e dytë. Pas startit të dobët, shpërthimit të PES në 10 minutat e para, vjen përgjigje e Trepçës, pothuaj në mënyrë identike, jo realisht identike, por shumë më mirë, tashmë duke marrë avantazhin për shkuar me ëmbëlsi në pushim. Shkojmë lirim edhe ne në një marketing të shkurtër. Vetëm deshat e theksoj këtë që skuadra e PES luajti më dobët në çerekun e parë, në të dytën në fakt, se sa Trepça në çerekun e parë. Në çerekun e parë skuadra e Trepçës realizoi 24 pikë, ndërsa PEA në të dytën vetëm 14. 46-58. Pjesa e parë pak pauzë. Rikthehemi shpejt me pjesën e dytë.